Në një tenxhere më të madhe, vazhdojmë të shtojmë 1 litër me ujë. Tani, tek uji, vazhdojmë të shtojmë sasinë e sheqerit. Unë do të shtoj 10 lugë gjelle me sheqer. Tani, do të na duhen 3 pako me puding me aromë të vaniljes. Të vazhdojmë tani që të 3 pakot të shtojmë brenda tek uji. Përziejmë dhe vazhdojmë në zjerje, në zjarr mesatar, derisa pudingu të fitoj trashësinë e dëshiruar. Tani që pudingu është zier dhe është trashur mjaftueshëm, e largojmë nga zjarri dhe lejojmë të stofet diku për afërsisht 10 minuta. Nuk guxojmë që të punojmë me pudingun fal të nxehtë, sepse do të na prishet kosi. Tani brenda tek pudingu që është ftofur për 10 minuta, vazhdojmë dhe shtojmë diku për afërsisht 1 litër me jogurt. Nëse në vendin ku ju jetoni nuk mund ta gjeni si produkt jogurtin, mund që ta zëvendësoni me kos. Pra ka një ndryshim të vogël, jogurti është më i lëngshëm dhe është më i ëmbël, për atë arsye përdoret jogurti. Por nëse nuk mund ta gjeni siç thash, lirisht përdorni kosin. Në këtë recetë do të kemi nevojë edhe për fruta. Mund të përdorni cilin do lloj frutë që ju keni dëshirë, por mua sot më shkoi mendja për një jogurt me pjeshka. Dhe pasi pjeshkat nuk I kemi në sezon, zgjedha që të përdor pjeshka në kompot. Mund të përdorni ananas, mund të përdorni gjithçka sipas shijeve të juaja. Pjeshkat do të vazhdoj që t'i prej në copsa më të vogla. Vazhdojmë që t'i shtojmë brenda frutat, cilat kemi zgjedhur që t'i përdorim. Në këtë rast, siç thash, unë po e bëj me pjeshk. Përziejmë mirë edhe një herë që të na bëhen bashkë të gjitha dhe vazhdojmë tani që jogobellën ta zbrasim në gota. Pasi të ftohet pak në frigorifer, diku për 30 minuta, mund të vazhdoni dhe ta shërbeni me një herë. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta shijoni dhe do ngeleni të kënaqur edhe nga kjo recetë. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.